Librat e shkollës do të vijojnë të jepen falas për 231.000 nxënësit në të gjithë vendin nga klasa e parë në të nëntën, si dhe për rreth 18.000 nxënës nga shtresat sociale në nevojë që ndjekin arsimin e mesëm të lartë. Lajmi është publikuar në rrjetet sociale ditën e sotme nga kryeministri Edi Rama. Ndërkohë në buxhetin për arsimin për vitin 2024, qeveria shqiptare ka parashikuar një fond prej 52 miliardë 223 milion lek, çka do të thotë një rritje prej 10.7% krahasuar me vitin aktual. Fondi i rritjes së pagave për mësuesit për vitin 2024 parashikohet në shumën 4 miliard lek, përmes të cilit pagat do të rriten për më shumë se 30.000 mësues në të gjithë vendin. Gjithashtu buxheti 2024 do të sigurojë transportin falas gjatë vitit për mbi 38.000 nxënës dhe 12.000 mësues, si dhe do të mbështesë rreth 3.600 nxënës të arsimit parauniversitar nga shtresat sociale në nevojë. Brenda vitit 2024 do të përmbyllen edhe investimet në 30 shkolla të reja, do të financohet zgjerimi i laboratorëve smart, si dhe do të mbështeten me bursa 3.600 nxënës të familjeve në nevojë. Nga ana tjetër, buxheti vitit 2024 do të financojë një shumë prej 14 miliard e 616 milion lek për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Do të sigurohet mbështetje financiare për më shumë se 50.000 studentë, si dhe do të mbështeten investimet në infrastrukturën e godinave të arsimit të lartë. Me buxhetin 2024 sigurohet gjithashtu mbështetje për sportin shkollor, zgjerimin e ekipeve sportive dhe përfshirjen e mbi 10.000 nxënësve në disiplinat e ndryshme sportive.